Sa pak falenderojmë Allahun e lartësuar. Një burr donte të shiste shtëpinë e tij dhe të kalonte në një shtëpi më të mirë. Shkoi tek një prej shokëve të tij, i cili ishte si përmarrës dhe ekspert në tregti. Kërkoi prej tij që ta ndihmonte në shkrimin e një lajmërimi për shitjen e shtëpisë. Shoku i tij e njihte mjaft mirë shtëpinë e tij, saqë ia shkruajti njoftimin e shitjes së saj me një përshkrim të detajuar. Ai e vlerësoi për vendodhjen e bukur, hapësirën e madhe. Gjithashtu vlerësoi dizajnin inxhinierik dhe e përshkroi atë si të mrekullueshëm. Pastaj foli mbi parkun e shtëpisë dhe pishinën e saj e të tjerë. Më pas, fjalët e lajmërimit i lexoi pronarit të shtëpisë, i cili e dëgjoi me vëmendje të madhe. Pronari i shtëpisë i tha: "Të lutem, lexoj edhe një herë." Kur shkruesi e lexoi përsëri, pronari i shtëpisë thirrri me të madhe: "Çfarë shtëpie e mrekullueshme! Kam gjithë jetën time që ndërroj një shtëpi të tillë dhe nuk e pas kam ditur që kam në këtë shtëpi të cilën ma përshkrove." Pastaj buzëqeshi duke thënë: "Të lutem, mos e publiko lajmërimin. Shtëpia ime nuk është për të shitur." Një moment, të lutem, sepse historia nuk ka mbaruar akoma. Në një thënie të vjetër dikur thuhej: "Numëroj të mirat të cilat ti ka dhënë Allahu, e shkruaj ato një nga një, e do të gjesh në veten tënde më shumë lumturi, të cilën nuk e ke gjetur më parë." Sa harrojmë ne ta falenderojmë Allahun e lartësuar. Po përse? Sepse ne nuk meditojmë dhe nuk llogarisim se çfarë të mira shkemi. Sepse ne shikojmë vetëm problemet dhe vetëm të ankohemi për to, e nuk i shohim të mirat. Dikush ka thënë: "Ne vetëm ankohemi sepse Zoti në trëndafile ka krijuar gjëmbat." Do t'ishte me denjë për ne ta falenderonim atë, Allahun, sepse ai ka krijuar mbi gjëmbat trëndafila. Një zot tjetër ka thënë: "U preka shumë kur pash veten time këmbë zbathur, por e falenderova shumë Allahun kur pash dikë tjetër pa këmbë." Por hir të Allahut të pyes ty: sa e sa njerëz ndërrojnë të kenë si makina jote, shtëpia jote, celulari jot, diploma jote, puna jote e të tjerë? Sa e sa njerëz ecin në këmbë dhe ti e duke i dhënë makinës? Sa e sa njerëz flenë për jashta dhe ti flenë në shtëpinë tënde? Sa njerëz ka që e dëshirojnë dhe ndërrojnë të mësojnë kurse ti ke diplomë? Sa të papun ka kurse ti e i punësuar? Sa. A nuk ka ardhur koha të thuash: o Allah, ty të takon falenderimi për gjithë shka. Ndoshta vonimi yt ndaj ndonjë udhëtimi është mirësi. Ndoshta vonimi martesës ndaj teje është bereqet. Ndoshta mos pranimi jote në ndonjë punë është për të mirën tënde. Ndoshta mos pasja fëmijë për ty është hajër. Ndoshta ti e urren ndonjë gjë për ajo është mirësi për ty, sepse Allahu e di e ti nuk e di. Mos u ngushto për asgjë që të ndodh, sepse me lejen e Allahut në çdo gjë që të bie ka mirësi. Thuhet se mos i shto ankesat, sepse të vjen mërzitia, por shto falënderimin ndaj Allahut që të vi lumturia. Elhamdulillah dhe elhamdulillah dhe elhamdulillah. Derisa të arrijë falënderimin ndaj Allahut majën më të lartë, jemi mirë përderisa akoma arrijmë të flem pa marrë qetësues e nuk zgjohemi me ndonjë zë të lartë nga ndonjë pajisje mjekësore e lidhur me trupin ton. Elhamdulillah dhe elhamdulillah dhe elhamdulillah. Mos shiko mbrapa, sepse në të ka të shkuar që do të mërzis. Po ashtu mos shiko përpara, sepse në të ka të ardhme që do të shqetësoj dhe me rakos. Por shiko lart, sepse ati është Zoti jot, që ty do të lumturoj. Allahu i lumturoft ditët tuaja. Amin.